Përshëndetje. Sot do ta mësojmë qysh me kriju një CV profesionale përmes web aplikacionit në pak minuta. Projekt ky i cili realizohet nga OJC Yellow i financuar nga Komuna e Prishtinës, Drejtoria për Rini dhe Sport. Atëherë, fillimisht shkoni në website-in e organizatës Yellow dhe pastaj klikoni butonin krijoni CV-n tuaj. Pasi ta klikoni, ju hapet një faqe e tillë ku në fakt është formati CV-s që ju ndihmon ta krijoni CV-n. Hapi i parë që duhet të bëni është të përzgjedhni ngjyrat. Mund t'i përshtatni me personalitetin tuaj, me vendin e punës ku po aplikoni, pozitën, çfarë profesioni keni e të tjerë. Për shembull, ne po e përzgjedhim ngjyrën e gjelbërt. Hapi i parë që duhet të bëni është të klikoni apo ta plotësoni pjesën About. Klikoni butonin Upload Image, e vendosni një fotografi tuaj dhe pastaj fotoja del këtu. Duhet ta dini që fotoja në CV nuk preferohet të vendoset. Mirëpo, disa formate e ofrojnë si opsion dhe atë ju mund ta shfrytëzoni. Pastaj e plotësoni me informata tuaja. Për shembull, këtu e shënoni emrin e plot. Për shembull, Gresa Kadriaj. Roli mundet për shembull çfarëdo profesioni që keni ju, në këtë rast për shembull design, ta zëm design grafik. Këtu e plotësoni emailin, për shembull gresa.k@gmail.com. E plotësoni numrin e telefonit, për shembull +33 55 222. Hyrja duhet gjithmonë të jetë prezente në CV-n tuaj. Pastaj e plotësoni adresën dhe këtu e shënoni copy-paste linkun e profilit që e keni në LinkedIn. E rëndësishme është të keni profil të tillë sepse këtu është një rrjet social i cili lidh profesionistët mes vete. Lutem ta keni parasysh që informatat që i kemi vendosur ne këtu janë fiktive. Asnjëra prej tyre nuk janë të vërteta. Vetëm për ilustrim. Pastaj, hapi tjetër klikoni tek Education. Në pjesën e edukimit, ju duhet ta shënoni gjithmonë edukimin më të hershëm deri te edukimi më i vonë. Nëse keni përfunduar për shembull shkollën e mesme, e shënoni shkollën fillore dhe të mesmen. Nëse e keni përfunduar fakultetin, e shënoni shkollën e mesme, pastaj fakultetin. Pastaj edhe nivelin master bachelor, varësisht pra dy shkollat e fundit të edukimit. Këtu për shembull ta zëm mundet me e shënu fusha për cilën keni studiu, në këtë rast për shembull shkenca natyrore, gjimnazi Gjevdet Doda, dhe këtu e shënoni vitin kur keni fillu, për shembull 2011, 2015, dhe këtu e shënoni notën tuaj me cilën keni diplomu, për shembull nota 5. Kur klikoni butonin Add More, ju mund të ndihmështu edhe më shumë fusha tjera të edukimit. Në këtë rast, për shembull, e shënoni ta zëm Fakulteti Ekonomik, Business Management, Shkolla Universiteti i Prishtinës, Hasan Prishtina. E shënoni vitin kur keni fillu, për shembull 2015, dhe tek viti i përfundimit, nëse e keni përfundu fakultetin, e shënoni vitin kur e keni përfundu. Nëse jo, mund ta shënoni vitin kur pritet me përfundu, për shembull 2020. Dhe notën mesatare shënoni me cilën notë keni diplomu, ose cila ka qenë nota juaj mesatare, ose me çfarë note është notuar punimi juaj i diplomës, ose çfarëdo note që keni që e vlerëson. Ta keni parasysh, për shembull 10. Ta keni parasysh, gjithmonë duhet pra të jetë në këtë rast, fakulteti ekonomik duhet të jetë në vend të shkencave natyrore dhe e kundërta, pasi që edukimi duhet të jetë gjithmonë version niveli fundit që e keni përfundu, duhet të jetë sa më lart në CV. Aftësit, pastaj mund të shënoni, në këtë rast ne kemi futur disa aftësi cilat lidhen me programimin.
Duke kliku këto, ju mund t'i largoni këto opsione, ose të shtoni tjera, për shembull, komunikimi, klikoni opsionin add dhe shtohet në aftësitë tuaja. Për shembull, tek dizajni grafik është UI, UX, si aftësi mund ta shënoni e tjerë. Ju mund të shtoni dhe të heqni sa më shumë aftësi që doni. E rëndësishme është si vija tjetë ndërlidhme me ju. Pastaj, tek pjesa e punës e shënoni aftësitë tuaja, në fakt përvojën tuaj të punës, dhe e shënoni gjithmonë përvojën e fundit që e keni në vend pune. Për shembull, këtu e shënoni dizajn grafik, e shënoni emrin e kompanisë, e shënoni formën e punësimit, pra keni punu full time, part time, me orar të plot, me orar të mesëm, as gjysmë orari, ka qenë punë praktike apo keni punuar si freelancer. E shënoni datën kur keni fillu, datën mund të klikoni tek opsioni këtu, e zgjedhni vitin kur keni fillu duke scroll lart, për shembull kësaj, ta zëm viti 2021, keni filluar punën në tetor. Kur ka mbaruar puna, e shënoni për shembull viti 2022 në gosht dhe kjo është një afat kohor. Tek pjesa e description e shënoni për shembull kam kjo përvoj pune ka qenë produktive, kam mësuar menaxhimin e stresit, bashkëpunimin me kolegë ose me ekip. Mandej mundeni me shkru punët që i keni kry, për shembull kam dizajnu, përgjegjësitë e mia kanë përfshirë dizajnin e logove, mock-ups, etc. Do më thonë varësisht çka keni. Ju mund të shtoni sa më shumë vendet punës ose përvoja që keni pasur, pra deri në 3 sipas formatit këtu. Mos të harrojmë, e shënoni edhe për shembull kompanin, ta zëm design G është emri kompanisë tuaj në këtë rast. Tek projektet, pastaj e keni opsionin që të shënoni çfarë projekte keni dizajnuar ose keni kryer gjatë kohës tuaj. Për shembull, ta zëm emri i projektit është XCOS, websajti i projektit që keni përfundu është xcos.com dhe dizajni pastaj mund ta tek pjesa e description mund të shënoni dizajni i websajtit të kompanisë me specifika teknologjike të reja ose më inovative, i shënoni pika cilat kanë qenë inovative e tjere tjere. Pastaj kështu soi ju mund të shtoni edhe projekte tjera në CV-n tuaj deri në 4. Pasi ta keni përfundu këtë pjesë, ju mund ta kryeni një shkarkimin e CV-s tuaj. Në këtë rast mund të bëni për shembull opsionin download. Pasi ta keni klikuar këtë opsion, ju mund të klikoni opsionin save as PDF, që është formati i printimit, dhe mund të klikoni opsionin save. CV-ja juaj ruhet, sikur në këtë rast për shembull, ne vetë se kemi dizajnuar një opsion dhe do ta keni CV-n tuaj të gatshme. Faleminderit. Suksese!